erdhëm i mëngjes. Të gjitha jaftë të mbar. Të gjitha mbarësi. Të kënaqim shijet e gjithkujt që është duke na ndjekur dhe që vazhdojnë të jenë pjesë e rezes tonë, kuzhinën tonë. Plotëra aromat mira. Prandaj nga që ka aromat mira, na ndiqni. Kemi një byrek me 5 foliat, me një mbushje, dhe kur të me një mbushje, në zu fjalla. Po kemi krem djathi, po kemi djatra të ndryshme, pa tjetër që kemi. Kam vezë, kam proshut, pra mund tjetë një ushqim bomb, por ama ka shije. Njëherë në vakt hani dhe pasaj të tjetë ndjesin darkën fare. Po drekën, kushtoja një vëmëndjen. Më duhet një 5 foliat. Pak edhe lirë, është vërtet do ushqimi pak rëmë, po edhe pak lesur, që mos lodhemi. Një 5 foliat, nëse ju do në ta bëni vetë 5 foliat, e dini shumë mirë, me mielin ola, me një miel, 500 gram miel, mund të shtoni diku të 200 ml uj, minus plus 10 ajo në varësi të mielit, se mu do gjithë qepa, shtoni pak krip, pak sheqer, gjalp, zjeni brumin mirë, lërën një 20 minuta të pushoj, shtoni gjalp, lërën përsëri të pushoj, dhe më pas, mbas hapje së petes, pak a shumë jorën bullake, ti diagonale si puna e kësaj taljerës këtu për shembull, vendosni gjalp, paloseni, dhe kjo një proces që duhet diku tek 4 orë pa tjetër, dhe do keni një 5 foliat, fal olës, por e lëm olën në qëtësin e vetë, e lëm olën dhe visërisht e receta ime. Pra qepa që mos digjet, po që mos digjet qepa, po do t'i shtoj që qikja. Një gram sheqer do t'i shtoj pak. Përse ishte sheqerin që të karamelizohet, që të vija jo në gjura, kafe e let, ku e kam vendosur në këtë tigan, që kam skuqur, ka urdisur më sakt, kërpudhat e dim shumë mirë që kërpudhat duan, buçko, duan vaj. Duan vaj, e kanë që vaj, kanë që dhe sheqerin. Ika dhe këto, kam këtu proshutën, bashkë me të gjitha këto djathrat e tjerë, të ndalim në gjithë arna, se kemi produkt të ri në kuzhinën tonë, dhe gjithmonë më bëhet qefi që këto produkte zgjedhin tjerë në tryezën tonë, që edhe ne t'ja u shpjegojmë sa më qartë dhe sa më këndshëm anvisave tona, ato janë më të merakosurat për kur bëhet fjalë për përzgjedhjen e produkteve që konsumojmë. Është Arla me ne, është një krem djathi e cila prodhohet në Danimark, është një zinxhir shumë i brendshëm i këndshëm që vjen deri në tryezat tona, është në pronësi të fermerëve dhe kjo më pëlqeu shumë për vetë faktin se ka një zinxhir të brendshëm shumë do me thënës, nga mënyra se si prodhohet, nga përzgjedhja e qumshit, derisa ky produkt vjen në shijen tonë. Janë disa lloje shijesh, po ta shihni, tek paketimet që kemi këtu në tryezën tonë, dhe deri tek lakto free, pra që për personat që mbulojmë shijet e personat të cilët janë intolerantë ndaj laktozës. Mund të përdorim Arlën në shumë receta, apo jo, që tek sneket e ndryshme, që te lyerja e bukës, që tek recetat e ndryshme të gatimit, ga të kripurat deri tek të ëmblat. Ne do t'i zbulojmë, do t'i zbërthejmë rrugës. Po, të kjo ëmbla, e para gjë fare që vjen në mend. Pak zmjal të ara dhe jeni shumë mirë. Një ëmbëlsirë pak fare në bukën ato brusketat që quajmë ne, ose thjesht bukë lyer me Arla. Herët avon, ju ai që e ka provuar shihet, provojnë ndryshme, se mund të jetë për shembull me Arla me perime ose me erëza të ndryshme, sipas ngjyrave dhe shijeve, vetëm me udhra dhe me erëza të tjera. Mund të jetë një Arla Light, Natural Light, që është një krem djathi më e lehtë, kështu që janë pafundësi zgjedhjesh për ta përshtatur me shijen, me gatimet tuaja, me preferencat, me recetat e me radhë. Po do të kemi mundësi që t'i zbulojmë në vazhdim për mënyrën se si ne do t'i shfrytëzojmë në kuzhinën tonë produktet e Arlës. E rëndësishme është që një produkt cilësor dhe shumë i këndshëm. 100% natyral. Kjo e bën atë më të veçantë. Atëherë vazhdojmë me recetën, përbërësit pak a shumë u zbuluan, por unë do doja që t'i lexoja në listën tonë të përbërësve të recetave. Kështu që e nisi me recetën e shkruar për t'ju treguar dhe gramaturat përkatëse, por edhe për radhën në mënyrën se si do të përgatitet këtu në kuzhinë. Pra po përgatisi byrek me 5 foliat, kërpudha, proshut dhe vezë. Produktet kryesore janë që në titullin e recetës, kështu që duhet një 5 foliat që është e rëndësishme dhe pastaj vazhdojmë me produktet e tjera. Kemi 300 gram
me petën sfoliat që peshon pra 300 gramshi, 5 kokra ves të zjera, 200 gram proshut, 3 tranguj turshit të vegjël, 150 gram mozzarella, 100 gram krem djathi, 300 gram kërpudha, 200 gram majonez, 100 gram kos i trash, lëngu i një limonit, 2 gram sheqer, pra rreth një lugë çaji, 2 thelpinj hudhër, 110 ml uthull, krip, piper, rigon, koper e freskët ose majdanoz, dhe na duhet dhe një vezë, pjesa e verdhë e saj, për lyerjen e petës. To janë përbërësit. Shtoj me radhë proshutën. Sërish në proces termik, gjë që unë nuk kam shtuar kripën. Nuk më duhet proshuta, thjesht të marrja të nxehtësinë edhe shijen e qepës edhe të kërpudhës. Shtoj masën e kripës. Një përzierje sërish. Shtoj kërpudhat. Kërpudhat që i kam prer imët, e lë se më duhet sërish. Pakos fare në nxehtësi. A vezët i bie që ti shtypim t'i thërmojmë pak. 5 vezë, kur flasim të vezët, o vital. Ku ke thënë o vital, i ke thënë të gjitha. Asë gjithë s'ka kelur pa thënë. Tani janë edhe pashkët ortodokse para, pas si kaluan katolike. Do luajmë vezë. Kemi procedura për para, edhe na duen to vezët e bardha, kuqet. Do am vezë. Kemi folur për vlerën, cilësinë edhe ndikimin që ka veza me proteinat, me vitaminën D, me omega 3-shin, për ta përdorur në përditshmërinë tonë, në mënyrë që këto elementë mos jenë mangut në trupin tonë. Ndaj, s'ka problem. Aq solide e verdhave, Se dija unë që ti e pike kështu. O, sole mio! Veza! Nuk është vetëm për ne, por janë ato që duan të ngrohin zërin, fyti që këndojnë ka koncertet, sidomos tani që janë koncertet. Nëse drejtëm unë e duam çik të zjerë, kështu që t'jetë sturbull, po kështu nuk e pidot, nëse drejtëm. Po është shumë mirë për shëndetin. Një vezë në ditë është. Bravo mua! E kaloj e heqa... Tani do vuani nga... Ti e kishe planifikuar këtë që do t'a pia, po të doli kështu të mori? Dëgjoj mua që s'kam dhe spontane. Asgjë nuk mendoj. Jo, se e kishim për të lyer petën. Asgjë. Se mi ke frikë se s'kemi... O, Vital! Kraun ja ku kemi gjitha me dale. Jo, tani që o Vital... Dal moj të marë. Ato i kemi për kështu ekspozitor, kemi të tjerë në frigorifer. Tuj, pulat e detito, o Vital! Kanë të kuqet apo të bardhat? Bardhat që në fiks për t'i lyer vezët pak më vonë. Atëherë vim këtu, është energji, s'ka. Shtoj këtë masë të gjithën këtu. Ja ku e kemi masën. Një masë me shije. Po qa doni më? Produktet janë, të gjitha janë, të zgjedhura janë, dhe e lë paksa të moftohet. Largoj dhe talierën që nuk më do t'a duhet qull këtu. petën nëse e shtojmë të nxehtë. Dhe të shtoj. Kosin. Kripën. Pak rigon. Pak piper. Sikur se i shtoj dhe këtu. Opa, i largoj. Kam 2 thelpit e hudrës. Pra një rrugë e 2 punë. Bëjmë gjithmonë. Ja... Tu. Iku dhe kjo. I largojmë, jep se i largoju. Apo më je veshur aq bukur sot që mua më vjen keq të t'ja produktet i heqësh. I bëj punët prapë. Ti bukur je veshur, po gatuan. Tani këtë do ta shoqëroj apo do t'i shtojmë kështu në... Po, shoqërohet. Shtoj. Për ta shoqëruar. Shoferi kur jem makinës mos e ngacmo. Do t'i përzijemi të gjitha bashkë, do t'i përzijemi. Shtoj. Pakos uthull. Uthull, ok.
Po patjetër që do shtoj edhe pak majonez. Majonezën, nëse ju nuk doni ta bleni në dyqan, vezët e zjera si i keni. Nesër do t'ju tregoj se kam prapë me vezë. Siç i keni vezët e zjera, kalojini në blender, shtojini pak limon dhe ja që keni arritur qëllimin. E përzijeni mirë. Opa. I largoj të gjitha dhe këto këtu, se janë me... Pra edhe këto do të shkëm... Nuk dua të bësh me njolla, pra ndaj dhe ti largoj vetë. E proshutave, kërpudhave, Koper. vezëve. Koperi tani, gjithë aromat e forta i qetëson pak. Se ka aromë shumë të qetë. Paka shumë, a ju kujton salatën e Krishtlindjeve? Paka shumë. Po. O, pikalojmë. Pëmë përzirje. Përzirje mirë. Edhe marë. Pra, si që mund ta rithemi, uthull ose limon? I shtojmë edhe pak uthull tjetër, se e kaloj. Jep shi e përmirëson atë dhe skripën për ta përmirësuar Të akoma më shumë. gjitha limonin e kaloj këtu, jam e që deshi që të hiqe një gjë. Tani edhe njerë, këtu kemi qepën. Bravo, të gjithë përbërësit që unë i kam. Kemi prosciutha të ndryshme të prerë në kubik, erzat, krip, piper, rigon, dhe e bashkuar me vezët e zjera të thërmuara. Shtojmë edhe kremin e kosit të aromatizuar, të bashkuar me majonez. Edhe nuk e di dhe më mbajnë për bujare, më mbajnë. Produktet i ka me bujarit të madhe, se që ka ma një tasë të voglet, vetë nuk e di. Po ja se kishe menduar që shto e shto. Ja mendot kisha shuar dhe një vezë tjetër atë që nuk... Atë që kolofita vetë. Ajo ta mamë është si kolofit. Kolofitje? Shiferi tani si u lidhen të gjithë produktet? Ja, si u lidhen. E lëmë janë. Këto sfoljat, pasi e kemi nxjerrë nga ngrirja, e kemi lënë të qëndrojë kështu në temperaturën e dhomës. Sepse nuk duhet të ri as shumë, po edhe direkt nuk e përdorim dot, sepse e ngrirë siç është nga hapja dhe mund të çahet. Kështu që e lëmë që të zbutet për diku 15 minuta dhe më pas e përdorim. A thash që herët apo vonë ju shihen do të ndjeni? Nuk ka goj, ka vetëm boj. Është e bardhë si vesa e agimit. Ja. Është 100% natyrale, krem djathi nga Arla. Tashmë pjesë e kuzhinës tonë, po shpresoj dhe uroj dhe jam shumë e sigurt që është pjesë e kuzhinës tuaj, se e përdorni tek jo vetëm tek gatimet, por edhe te buka. Edhe një këtu, edhe jemi në më të mirën e mundshme tonën. Në për supa e shtoj unë për shumë krem djathi, por kemi një supë për ta bërë ja, të më sot kremoze. kam një me pana, pëse do shtoj pana unë, ja. Ja, e përzjem dhe pak, të heqim e largoj tani, apo do të shkoj nga ana tjetër. Jo, me mirë është. Okej, ka të dy anët me qese. Opa. Këtu direkt. Tani që po shoh se disa janë të mëdha, disa të vogla, po ka disa për masa paketime të vogla, XXL, se edhe të jo vetëm XXL të rrobat. Sa i ke rrobat ti? Unë jam lartë, unë jam lartë me ekstra lartë. Që nga si kjo paketimi, XL. Paka shumë danoce, nga kështu quam. Ke nevoj për... Për një ushqim të mirë. Për një ushqim të mirë. Aty do t'a pjekim, ë? Ja, këtu do t'a pjek. Okej. Ose vendos një letër pjekje, ose në të kundërt, anët i lyej me vaj, vendos petën me shumë dashuri. Ne heqim dhe qesën e hollë. Opa! Këtu t'a shti. Edhe kjo këtu. Edhe kryoj. Furën e para ngrohur. Do të shtojmë. Ajo mbushja duket fantastike dukshët.
kremoze me shumë element. Dhe më e këndshme do duket akoma kur të piqet dhe kur ne ta ndajmë, se dhe peta sfoliat do të fryhet. Një shtres e duhur, e mirë, lëreni të ftohet, po që e nxet, do ju qulloset, edhe nuk keni qullosur gjë pasaj. Ja, kështu. Opa! Po mi më minda një se... Merë dhe një qika të djatin, se Jo, një qik. Një qikon... Baje vetë unë do morë nonën, ja, qiko, opa. Po, se kemi edhe krem djathi, edhe djath të grirë, për pizza, për gatimet të ndryshme. Ua, pas këtë një ambalazhin shumë të mirë. Kesh mundësi, po, që mund të përdorësh dhe mund të... Asnojnë da sy. Mund të mbyllësh një mbyllje hermetike, ja kështu. Pra e shikoni ka një mbyllje sa të... Për kemi mozzarellën, që jashton dhe i je pa të formën elastike. Na shton edhe ditë, dhe shton edhe jetë nga shqia. Ja, e mbush, shiko. është një kremoze, do dali... Tani do e pjekim në sa? Në 200? Po, në 200 gradë Celsius. Shikon tani e mbyllim dhe e kemi për herën tjetër, në mënyrë që të qëndroj i sigurt. Keni dhe një recet këtu, ja u tregon kompania, se çdo paketim ka edhe përshkrimin për katës. E rëndësishme është që është një produkt cilësor. Ja i presim edhe anën dhe direkt për në furr. Kjo ishte pra receta e parë, do ta shihni pas pak edhe të pjekur, edhe në rrjetet tona sociale të postuar me servirin e duhur. Do të rikthemi pas mesazhit promocional. Po do ta lëm, nuk e hapim dot kapakun e furrës. Atëre pjesa e sipërme është e bërë, por edhe është pjekur brenda. Pjesa e poshtme patjetër që kërkon. Pse? Sepse është thellësia e tavës. Po. Gjë që dhe pak ndërkohë të doni mendimin e anvisave tona dhe si ato e kanë nisur javën, ditën e sotme të përgatuajnë e me radhë, mbase bëjmë këtë pyetjen e emërtimit të marrim edhe një çik emrat e fellashkës, garuzhdes, qepshes e të tjera, derisa të naftohet edhe peta sfoliat, sepse do ta shihni se sa ju do thoni, po vezën Albana harrova, jo nuk e harrova, sepse do kthehet përmbys. Dhe pjesa e sipërme do lyhet në vezë. Se unë mendoj fare dhe mos e lyesh. Dhe jo, do lyhet sepse është pjesa e poshtme që është më e butë, lyhet me verdhën e vezës dhe vendosen sipër, gjethe, bime.